telegrafike shishme të gjitha dheut. Shqipëria socialiste lajmëron botën për sukseset e saja në të gjitha frontet e ndërtimit të socializmit. Edhe shtypshkronjën, mezi i natës e gjen në kulmin e punës. Nëpërmjet faqeve të këtyre gazetave që dalin pambarim, njihesh me jetën e gjallë plot punë e djesh të gjithë vendit. Fjala dhe zëri i partisë janë gati për të shpërndar në të katër anët e Shqipërisë, në të katër anët e botës. Lexuesit aty gjejnë çdo ditë faqe heroizmi nga jeta e tyre e përditshme. Dhe ndoshta gazetat e nesërme do të shkruajnë për këtë makinë që nxiton rrugëve të qytetit duke prishur qetësinë e natës. Nga nxitimi i saj varet jeta e një njeriu. Shërbimi i rojës në spital sonte nuk është i lehtë. Në këtë sallë operacioni, ku s'ka vend për shlodhje e gjumë, në emër të jetës bëhen mrekullira. Luftohet për jetën e njeriut. Tek ne kujdesi për njerëzit është i madh ditën e natën. Kujdesin mjekët tanë, se jeta e njeriut nuk pyet për kohë, se mjeku ynë nuk njeh kohë. Këta voglush flenë të qetë në shtëpinë e fëmijës. Ata vërtet nuk i njohin përgdhelit e prindërve, por njohin kujdesin dhe ngrohtësinë e një nëne të madhe, kujdesin dhe dashurinë e ngrohtë të partisë që po i rrit, edukon dhe që u ka çelur rrugët e jetës. Natën, ndërsa ti punëtor përleshesh me shkëmbin, punon pranë tornos apo furrës së shkrirjes, këta voglush kridhen në ëndra të ëmbla, në ëndrat e bukura të saktmes, në ato ëndra që ti punëtor dhe shokët e tu po i ktheni në realitet. Në këtë natë të vrrullshme pune, ne nuk mund të rrinim pa shkuar në uzinën traktori, në uzinën që i ngjan një qytetet e ekur. Reparti i fonderis. Gjithçka është e zjarrt në këtë repart, e zjarrt si lënda me të cilën punohet. Dhe këta punëtor që të manitin me guximin, qëndrueshmërinë dhe vrrullin e tyre, këta punëtor me duart plot kallo, punojnë pa ndërprerje, që traktorët të buqasin në fushat tona, që uzinat, fabrikat, automjetet tona, për asnjë çast të mos ndërpresin punën.
Njohëm në uzinë klasën tonë punëtore me të gjitha tiparet e saj dalluese, klasën punëtore që qëndron në balë të revolucionit. Vrullin revolucionar në punë, nga dishmërinë, shpirtin e lartë të sakrificës, ne e pam edhe në repartin e formistëve. Ata janë zotuar të arrisin normën e derdhjes nga 60 në 80 kaseta për turn. Punëtorët tanë, të frymzuar nga mësimet e partisë, punojnë një lloj në çdo turn, marrin iniciativa të godimshme edhe në turnet e natës. Fushata e zgjedhjeve të 20 shtatorit ka përfshirë gjithë punëtorët e uzinës traktori. Një mbledhje e shkurtër luftarake në 5 minutëshin e pushimit. Punëtorët e turnit të tretë zotojnë të rrisin normën e derdhjes nga 250 në 300 tonë. Ky është një sukses për tërë kolektivin e uzinës, për tërë këtë familje të madhe që jeton me gëzimin e punës, ku suksesi se i cilit është suksesi i të gjithëve. Mbas kësaj iniciative revolucionare, shpërtheu një vrull i ri akoma më i madh në punë. Reparti mekanik është reparti më i madh i uzinës traktori. Tu kryen punime nga më të thjeshtat deri tek ato më komplekse. Çdo minutë lindin detale të rinj. I prodhojnë këto detale duart e shkafta të vajzave dhe djemve të rinj, të ndërtuesve të denjit të socializmit. Dhe jam midis punëtorëve të turnit të tretë, kanë ardhur të punojnë edhe artistët e teatrit, të operës dhe baletit. I shikon ata të përveshin mëngët dhe nuk çuditesh. Artistët tanë, të edukuar nga mësimet e partisë, nuk e shkëpusin veten nga gjiri i klasës punëtore. Në këtë takim pune, njihen nga afër njëri me tjetrin, mësojnë nga njëri tjetri. Këtu midis punëtorëve, ata gjejnë frymëzimin për punën e tyre, kaliten më tej si revolucionar. Ka të vema të butrë në kanë, me fuqine kësaj zemre do të këndoj, për këto male, për këto fushat të gjanno, për këtë vend ku sot i lumtur jetoj. Dhe natës i erdhi fundi e bashkë me të edhe turnit të tretë. Mëngjesi përsëri përkëdhel qytetin ton të rinuar. Ne u treguam për qytetin ton në një natë të zakonshme pune. U treguam për punën vetëmojëse punëtorëve tanë, për vrullin e tyre revolucionar, për gjersën që derdh klasa jon e mrekullueshme punëtore. Njerëzit tanë, me vrullë e energji plot optimizëm e besim patundër në tartmen, drejtohen në frontet e punës. Fillon një ditë e re pune në Tiranë, dhe bashkë me Tiranën, zemrën e atë ton socialist, një ditë e re fillon në mbar atë dheun. Punë të mbar Tiranë, punë të mbar atë dhe.